Ditë më parë, kandidati i lëvizjes vetëvendosje prokryetar të Mitrovicës, Faton Peci, se do të dorëzojë kallëzim penal për një grup personash dhe individësh të medjave. Sipas Pecit, ata kanë ndikuar në mënyrë në procesin zgjedhor në Mitrovicën e Jugut, pas analizës së thellë të procesit zgjedhor në Mitrovicën e Jugut dhe shqyrtimit të dëshmive e argumenteve të manipulimeve dhe ndikimit të palejueshëm e kriminal në votën e qytetarëve, njoftojmë opinionin se do të dorëzojmë kallëzim penal ndaj personave të mëposhtëm: Baton Haxhiu, Berat Buzhala, Liri Mehmetaj, Visari Meri, Ilir Mirena, Valon Syla, Ermal Panduri, Valon Feka, Shkumbin Kajtazi dhe të tjerë për lyshimin e bazuar në cënimin e përcaktimit të lirisë së votës, të sankcionuar me nenin 210 dhe të falsifikimit të rezultatit të votimit sipas nenit 216 të Kodit Penal të Kosovës. Ndërkohë që institucioneve të drejtësisë ju bëjmë thirrje për trajtim urgjent të drejtë dhe meritor të këtyre krimeve gjatë ditëve në vijim, do të paraqesim edhe fakte, argumente e dëshmi të tjera të bazuara në deklarimet e qytetarëve, shkruante ndër të tjera Peci. Njohësit e çështjeve politike i kanë komentuar këto zhvillime, për të cilat thonë se kodi penal, kjo padije Pecit, ka krijuar një kthes të rëndësishme në garat zgjedhore në Mitrovicë. Gjithashtu ata kanë kërkuar institucionet e drejtësisë për trajtimin urgjent të këtij rasti. Qarri, vota e manipuluar mund të përcaktojë kryetarin e Mitrovicës për 4 vitet e ardhshme. Me një prononcim për Bota Sot, analisti politik Gani Qarri ka treguar se çfarë ka ndodhur gjatë ditës që u mbajtën zgjedhjet lokale në vend. Ai ka potencuar se ka pasur veprime nga të cilat synonin të manipulojnë rezultatin zgjedhor dhe të krijojnë huti tek votuesit. Akti turpshëm nga mediat, të cilat dhe individ të njohur të lidhur me grupet e kontralishme interesi, duke mos respektuar përcaktimin ligjor të parapar për procesin e zgjedhjeve dhe ndërmarr parakohëshëm veprime të sinkronizuara me akuza të rreme, shpifje e linçime pikërisht në ditën e zgjedhjeve komunale, duke bërë edhe publikimin e numrave të rrem në mënyrë të kontralishme, ende pa përfunduar procesi zgjedhor, i cili kulmoi me publikimin e të ashtuquajturve exit poll të palishme, ku dëshmuan se jo vetëm nuk u pasqyronin vullnetin real të votuesve në Mitrovicë, por qëllimi primar i tyre ishte të shkaktonin huti dhe të krijonin konfuzion për devijimin e vullnetit të qytetarëve Mitrovicës dhe manipulimin e rezultatit real të votimit me veprime të kundërlishme. Detyruan kandidatin për kryetar të Mitrovicës nga lista Guxo, Faton Peci, që të ngrit kallëzimin penal kundër këtij grupi manipulues në prokurori, një akt mjaft i çuditshëm, i cili ndodhi pikërisht më 12 tetor dhe më në ditën e zgjedhjeve komunale në mbarvendin, me çrast disa media dhe individ si me porosi të lidhur me grupet e jashtëligjshme interesi ndërmorën veprime të orkestruara, duke akuzuar publikisht persona të caktuar dhe shpërndarë në mënyrë të kundërlishme shpifje, madje e publikimin e rezultateve të porositura, që siç u pa në mënyrë publike ishin të sajuara dhe nuk reflektonin vullnetin real të qytetarëve, por kishin për qëllim krijimin e hutisë tek votuesit, si dhe fabrikimin e rezultatit artificial zgjedhor me preferencë për kundër kandidatin për kryetar të Mitrovicës, ka shpjeguar ai. Qarri ka theksuar se pas publikimit të dyshim të exit pollave, kandidati i listës Guxo për kryetar të Mitrovicës, Peci, ka dorëzuar kallëzim penal në prokurori. Andaj, pas publikimit të çuditshëm të ashtuquajturve exit polle, kandidati i listës Guxo për kryetar të Mitrovicës, zoti Faton Peci, ka paraqitur kallëzim penal në prokurorinë e shtetit, duke u bërë thirrje publike e institucioneve të drejtësisë për trajtim urgjent të drejtë e meritor të këtyre krimeve dhe manipulimeve të mediave të grupit të përfolur, si dhe inskenuesve të këtyre institucioneve të kundërlishme, Baton Haxhiu e të tjerëve, për falsifikim të rezultateve të votimit, akti i cili bie ndesh me nenin 216 të Kodit Penal, si dhe cënim të përcaktimit të lirë të votuesve, që po ashtu është në kundërshtim të hapur me nenin 210 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Grupi, i cili bazuar në argumente e dëshmi autentike të shoqëruara edhe me deklarimet të qytetarëve, me veprimet e tyre të paautorizuara, ka ndikuar në mënyrë të kundërlishme edhe në procesin zgjedhor të Mitrovicës së Jugut, ka shtuar Qarri. Megjithatë, ai ka shprehur skepticizmin për suksesin e kallëzimit të Pecit. Sipas tij, pritet një garë ashpër në balotazh, ku vota e manipuluar mund të përcaktojë rezultatin final dhe kush do të jetë kryetari i qytetit për 4 vitet e ardhshme.
Kështu që kallëzimi i Faton Pecit për manipulim në zgjedhjet e Mitrovicës së Jugut mund të ndikojë dhe me njanoi implikimet manipuluese në procesin e balotazhit vetëm nëse merr përgjigje pozitive. Ndryshe, sipas zhvillimeve të fundit, pritet të kemi një garë të ashpër për Mitrovicën, ku vota manipuluar mund të vendosë rezultatin final dhe të përcaktojë se kush do të jetë kryetari i qytetit të minatorëve 4 vite të ardhshme, ka deklaruar Çarri. Mehmeti, kallëzimi i penal i Faton Pecit ka tronditur skenën politike. Kurse analisti politik Faton Mehmeti ka deklaruar se kallëzimi penal i Faton Pecit ka shënuar një kthes në garën zgjedhore dhe se ky veprim nuk është vetëm juridik por edhe një mesazh i qartë politik. Kallëzimi penal i Faton Pecit ndaj atyre që i akuzon për ndërhyrje të palishme në procesin zgjedhor të Mitrovicës së Jugut ka tronditur skenën politike dhe ka hapur një kapitull të ri në garën më të nxehtë të këtij cikli zgjedhor. Ky veprim nuk është vetëm një akt juridik, është një mesazh politik i qartë se vetëvendosja nuk do të eshtë përballë manipulimeve, ka thënë ai. Krahas kësaj, Mehmeti ka thënë se përmes kësaj lëvizjeje, Faton Peci ka shndërruar Mitrovicën në simbol të përballjes mes politikës së vjetër dhe asaj që synon drejtësi e barazi zgjedhore. Me këtë lëvizje, Peci ka kthyer Mitrovicën në simbol të përballjes mes politikës së vjetër që ende vepron në hije dhe asaj që pretendon të sjellë drejtësi e barazi në procesin elektoral. Akuzat për ndërhyrje e presione brapa kujtave dhe kutive të votimit e bëjnë këtë garë më shumë se lokale e kthejnë në test të ndershmërisë së vetë sistemit politik, ka potencuar ai. Sipas Mehmetit, kallëzimi penal ka hedhur hije dyshimi mbi gjithë procesin zgjedhor, duke e vështirësuar pozitën e kandidatit të PDK-s, Arjan Tahiri. Nga ana tjetër, kandidati i PDK-s Arjan Tahiri do të përpiqet të shmangë goditjet e opinionit publik, por kallëzimi penal tashmë ka lënë hije dyshimi mbi gjithë procesin. Kjo do të ndezë edhe më shumë emocionet e votuesve në balotazh, ku çdo vot do të ketë peshë vendimtare. Mitrovica ku bëhet arenë përplasjes mes dy botëve politike, asaj që mbron status quo dhe asaj që kërkon ta shembatë. Kjo nuk është më vetëm një garë për një komunë, por një betejë për besueshmërinë e demokracisë në Kosovë, ka përfunduar ndër të tjera Mehmeti.